200 hektar tokë bujqësore në fshatin Okshatin të Bulqizës kanë mbetur djerë për shkak të mungesës së rrugës, edhe pse kjo tokë bujqësore ka ujëvaditës pasi ndodhet në breg të lumit Drinizi, pronarët që e kanë nuk e punojnë dot për shkak se nuk ka rrugë për mjetet agregate nga të kalojnë. Banorët shprehen se jo vetëm që nuk mund të shkojnë me mjete bujqësore në këto toka, por as në këmbë nuk munden pasi nuk lejohen nga pronarët e tokës, të cilët i kanë para tokës së tyre. Hamdi Kazhani e Tufik Sula thonë se ky është një problem i vazhdueshëm me të cilin po përballen. Ata shprehen se për këtë problematikë është vënë DENI dhe pushteti vendor në Bulqizë, por ky i fundit nuk ka marrë asnjë mas për të hapur rrugën për shfrytëzimin e këtyre tokave bujqësore. Banorët shtojnë gjithashtu se toka është shumë pjellore, por nuk mund të shfrytëzohet për mungesë rrugës për të hyrë mjetet bujqësore. Nuk kemi rrugë, kjo është rrugë në tokë të huaj, nuk të lënë me kalu. Tu ka me toka jonë atje poshtë, s'ka rrugë poshtë tu me kalu këtë toka jonë, si ta punëm. Po rreth 200 hektara, 100, ku dim ne, këta ka prish. 200 hektara. Qartë bëm, ku të shkëm? E kemi kërku disa herë, nuk na bëjnë as rrugë as jo. Hikin e kanë lënë tokën. Ko fushata thonë po, si të marrën votat, hikin. Skemos, nuk bëjnë as jo. Problemi jonë është që rrugë nuk ka. Rruga kryesore është në gjurë, për gjurë dal atje, dal tu, të morë prodhimin. Të morë prodhim. Këtu të morë prodhim, s'ka ka del, mungesa rrugës. Po, janë tokë pjellore, mbi 200 hektar, janë atje, edhe këtu, 200 hektar, tokë pjellore që ma mi nuk ka ma. Uj ka boll, por një rrugë ngelim. Rrugën e kemi kërkuar disa herë, do ta bëjmë se do ta bëjmë nesër, do ta bëjmë se do ta bëjmë nesër, edhe ka ngel. Rrugë të ujë, këtu ku jemi ne. Atje të mumet, lopë, dhije, dali kështu, not dalin në për ujë. Se s'ka për një rrugë, për një orë. S'ke rrugë, thot, ke rrugën atje, se e rrugë. Ura, këtë fshati e ka kërku, ka nevojë gjithë. Pra ne kërkojmë që na ndihmoj shteti. Familjet Kazhani dhe Sula kërkojnë që strukturat vendore të ndërhyjnë dhe të zgjidhin këtë problematikë pasi e konsiderojnë të domosdoshmëri etike jo vetëm për to, por edhe për të gjithë banorët e fshatit Okshatin.